Përshëndetje dhe mirë se erdhni në Style. Një pjesë shumë e rëndësishme e stilit është make-upi, sepse make-upi thekson tipare që kemi ne edhe kamuflon ato gjëra që nuk na pëlqejnë ne. Prandaj edhe sot kam sjellur një gocë e cila është shumë aftë pjesë e make-upit, ka jetuar për shumë vite jashtë dhe jam shumë e lumtur që është kthyer në Shqipëri. E cila është Francesca. Ço bën si je? Mirë, faleminderit ti. Mirë, nuk shumë e punë. Sa bukur ke flokët. Thank you. Në thuaj pak, ti ke jetuar në Angli. Dhe ke bërë plot gjëra në Angli dhe tani ke shumë pak kohë që je kthyer këtu. Çfarë je duke bërë aktualisht? Aktualisht sapo jam kthyer nga Anglia, edhe s'kam as 1 muaj, 2 muaj tani. Po tani shpresoj që të hap një make-up studio timen, që gjithë gjërat që kam mësuar në Angli dua t'i sjell në tregun e make-upit shqiptar, edhe shpresoj që stili mund të jetë diçka e veçantë për gocat e reja ose femrat që pëlqejnë shumë make-upin. Ti si e ke nisur? Unë kam studiuar në Angli, në universitet marrova për fotografi, po më hyri shumë pasion make-upi kur i shikonja make-up artistet në set. Edhe fillova dhe vetë duke provuar una se si mund ta bëj këtë gjë, ta realizoj lookët që bëjnë ato për mua. Edhe më hyri më shumë pasion make-upi, dhe gjithë fotografia. Unë të kam ndjekur edhe në Instagram edhe ti looket që krijon ti janë shumë të veçanta dhe shumë të bukura, edhe realisht dukesh shumë profesioniste në ato që bën. Sa vite ke që merresh me pjesën e make-upit? Për make-up kam afërsisht 3-4 vjet po shkon që merrem seriozisht me make-upin. Instagramin e hapa vetëm për me dokumentu talentin, si jam të zhvillu, jam të bë më e mirë, mënyra që si mund ta përmirësoj veten time. Edhe u bë kështu afërsisht si diary. Si funksionon gjitha kjo nga momenti që je një Instagramer, që Instagramin e saj bazon te pjesa e make-upit, si funksionon gjitha kjo? Kam harxuar shumë lek për make-upin, po edhe kur zhvillohesh në Instagram si make-up artiste, mund të kontaktojnë disa brands, firma, marka që të kërkojnë opinionin tat për produktet e ri që kanë nxjerr ato, që ti shpërndash me gjithë followers edhe audiencën që ke. Unë e vura re në fakt, sepse kërkova dollapet e tua dhe vura re që ke markat më të famshme pjesën e make-upit. Unë ditë që nëse një markë realisht e madhe të vlerëson ty, që është diçka që nuk ndodh shpesh, nga momenti që ka shumë make-up artistë në gjithë botën, nëse ty të vlerëson, të dërgon produktet për të kërkuar një feedback. Po, në fillim fare, unë i kapa vëmendjeve këto brands me lip swatches. Pëlqeja një buskuj që bëja foto edhe thonja njerëz audiencës që çfarë ngjyre është edhe çfarë marke është. Edhe kjo është diçka që e pëlqen shumë kompanitë. Edhe kur vazhdoi puna, që fillojnë të postonja më shumë, më dërgonin buskuqe të tilla që t'i bëjnë fotografi dhe promocion që shihet të ngjyrën e re. Edhe aty pastaj interesoshin për opinionin tënd. Po, interesosin se ka shumë formulare buskuqesh, edhe unë jam shumë e caktuar i dua shumë të mira se buzët i kam të thata edhe janë ca që janë shumë të thata, edhe këto njerëzit vlerësojnë opinionin tim që po ishte diçka e keqe, unë do e them, nuk është sikur do e them është shumë e mirë vetëm se më është dërguar produkti. Edhe këto e vlerësojnë edhe audienca edhe kompani që më dërgojnë që jam shumë e sinqert me opinionin tim edhe produktet. Si funksionon si profesion? Po, për si make-up artiste ja dal nga klientët, mbyllin orare për mua ku duan me shku në party, në dasma, gjëra të tilla, dhe ajo of course ka një është punë. Po për make-up artiste kam shumë në anër si hobi që të inspiroj akoma audiencën. Po ka dhe një nivel më të lartë të kësaj të Instagram blogging kur arrin në një farë audiencë të madhe, mund të paguesh për shembull me postu një review ose me fol për një produkt që të pëlqen tyja. Edhe aty ka shumë njerëz që njoh unë edhe shoqëria ime që e bëjnë këtë gjë dhe s'kan punë tjetër, kanë vetëm punën make-up artist on Instagram, edhe kanë rrogën ta themi shumë të mirë. Ja dalin. Ti je realisht shumë aftë të bësh çdo lloj stil make-upi. Stilin tënd si do karakterizoje? Shumë normal, po pak glam. Normal nuk është. Normal nuk është. Ka qenë në fillim. Kur fillova në fillim fare, desha të isha një nga ato që të shikosh në fotot e mia, mund ta bëj këtë gjë kur dal natën, për shembull. Jo diçka shumë complicated edhe shumë të theksuar, po diçka që mund ta krijojë çdo një person edhe çfarë niveli make-upi kanë.
Po tani zhvillojnë kohët edhe fillon të theksosh pak më shumë make-upin, ta rëndosh, të bësh different stuff, creative looka. Edhe aty kam zhvillu dhe pak më shumë se më pëlqen edhe është pak ndryshe se sa smokey eye të thjeshtë edhe. Çfarë ndryshim ka make-upi Instagramit me make-upin në jetës reale të përditshëm? Ka shumë ndryshime dhe shumë njerëz nuk e besojnë që ka, po make-upi Instagramit thuaj se e bën make-up për photoshoot, se duhet të bësh gjithë ngjyrat 10 herë më shumë se sa që janë, ti bësh më të forta që të kapi kamera të njëjtë, që shef ti në pasyrë. Edhe ashtu është si normal make-up ditësh, vetëm 3 herë më i rënd. Më i rënd, po, si eyeliner, po edhe make-upi Instagramit duket shumë perfect, edhe shumë, shumë too perfect që të jetë make-up reale. Edhe me unë për shembull, me dal me suratin e Instagramit, edhe them ftyrën e Instagramit që të bëj unë për Instagram, do dukem sikur jam të shku në dasëm, në një event shumë të madhe, dhe prandaj kur dal në jetën reale ul pak më shumë konturën më të zbutë, buzët më të buta, syt, jo lashes. Sa më natyrale. Sa e rëndësishme është te profesioni jot, të kesh një Instagram të mirëfillt. Instagrami unë e trajtoj si portofolion time. Kur do klienti me ardh, thot, kam parë që ke për këtë look, dua të më bësh mua sot për këtë darkë. Që bie realisht shumë e rëndësishme. Po, i bie shumë e rëndësishme se këtu paktën e kanë afërsisht se si do duket, konturin si e bëj, stilin tim si e bëj, edhe dihen më rehat që të vinë tek unë. Gjatë viteve make-upi ka ndryshuar shumë. Disa herë ka qenë më i theksuar, disa herë më i lehtë, edhe ne sot do bëjmë 6 looke të ndryshëm. Edhe nisëm nga cili vit? Do filloj me viteve 40, ku do jetë make-upi shumë i freskët, rruzh në faqe të theksuar, edhe qërpikët natyrale me penel pak shumë të hollë, edhe jo shumë të egzageruar, nga që ishe shumë më shumë romantik make-upi në atë kohë. Vazhdojmë me? Do lëvizim të viteve e 50, ku ka qenë ajo era e pin-upit edhe konfidenca në për femrave. Do jetë me penel shumë të theksuar edhe e zezë, qërpikët shumë flërtus, konturi pak më i theksuar se lukun e më parshme, dhe do jetë konturi do jetë më shumë bronzë se sa kontur, që mos të teksojnë mollzat, po të ngrohet pak fytyra.
Pastaj do lëvizim te viteve 60 kur ka qenë ajo era e Twigit, që kanë qenë eyelineri ka qenë shumë abstrakt në vendeve që nuk thjesht e bëjmë neve sot me u duk normal. Qërpikët do jenë shumë të theksuar si lart edhe si poshtë. Kështu edhe konturi nuk do jetë pak më i zhvilluar, po jo dhe shumë e rëndë. Kalojmë të viteve 90, kur mendoj që të bëjmë diçka grunge, se themuna më shumë punk edhe rock, buzët të errta, Leila, ngjyra Leila dhe vishnje, edhe sytë shumë të errta as well, me eyeliner. Kalojmë te viteve 2000.
ku ka qenë ai looku që kanë qenë shumë ngjyra, por deri ke vetulla me blu, buzët e zjarta, lëkura shumë bronz, ka qenë shumë në style atë kohë, edhe vetullat kanë qenë shumë të holla, atë kohë që i kemi hequr gjithë, edhe do krijon atë look për vitin e 2000. Edhe do e përfundojmë pastaj looket me 2017-ën, ato që bëjmë ne çdo gjë, e shohim kudo në Instagram, nëpër revista, kontur të theksuar shumë, highlight të theksuar shumë, vetulla super HD, edhe do një make-up look në sy si për, sa të mund, red carpet, smoky eye, me glitter, me shumë lashes, që e shohim ne gjithandej. Atëherë këto kanë qenë looket, zhvillimi i make-up-it gjatë viteve është diçka shumë e bukur. Besoj se ju të jeni kënaqur. Edhe ne do shihemi sërish ne këtu jemi pothuajse. E përshëndetem njerëz. Shumë faleminderit.
Faleminderit shumë që më ftove këtu, ja u kënaqa shumë sinqerisht.